një grup të terrorizuar në një karrige bosh qëndronte McGonigal. Në karrigën tjetër ishte ulur Edi Rama. Dhe krimet në detyrë, sepse është një krim intelektual dhe intelektuali para se të bëj krimin, përpiqet si do fshehë edhe gjurmët e krimit, apo shfrytëzohet hapësirat ligjore me qëllim kryen e krimit. Mediat e lidhura me çështjen e McGonigal dhe inceneratorëve publikuan me bunj një zbulim. Partia Demokratike kishte bërë një kontratë lobimi me SBA në mbështetje financiare të shqiptarëve në Amerikë. Kontrata ishte transparente dhe në përputhje me ligjet amerikane dhe shqiptare, por SPAK, duke u sjellë si instrumenti i kryeministrit, nisi një spektakël hetimesh mbi këtë çështje legale. Ndërkohë në terren zhvillohet një tjetër realitet që SPAK-u refuzon ta shohë. Fushata milionëshe e kandidatëve të Partisë Socialiste është trirë në të gjithë Shqipërinë. Në vëzhgimet në qarkun e Elbasanit dhe nga ndryshmi të punojësve të administratës, rrezikon se një kandidat i Partisë Socialiste shpenzon nga 300 deri në 500.000 euro dhe në disa raste deri në 1 milion euro. Kjo me mbështetje nga rrethet e afërta të Edi Ramës. Këto shpenzime të hapura përpara syve të shqiptarëve mund të arrijnë në total mbi 1 miliard euro. Ndërsa SPAK që duhet të hetonte shkelet flagrante në fushatën elektorale, mjaftohet në veprime mediatike dhe shmang çdo hetim serioz ndaj Partisë Socialiste. Punojësit administratës dhe qytetarët e zakonshëm që po dëshmonin për këto abuzime friksohen nga presioni i qeverisë, duke rrezikuar vendin e punës, ndihmë sociale ose madje edhe sigurinë personale. Në vend që të merren me këto shkelje të rënda, SPAK sulmon një kontratë lobimi tërësisht legale, duke treguar edhe një herë varësinë e tij ndaj pushtetit.